pamoralshme, mas me bujin pamoralshme, nuk funksionon martesa, ndërpreje. Ka plot raste në Kosovë që gruaja bën eksese, bën probleme vetëm që burri me çu brenda grilave. S'po do me shku martesa. Shumë e vërtetë. Shkon kërkoi divorcin, s'po të çon. E merr një gjykatë edhe dash. Ama ju, sot ka plot gra, pak në emër të feminizmit, kanë çu plot burra në përburgje. Kjo është e tepërt. Unë në burg e kum pas një zonjë e cila është mbrojt prej dhunës burrit dhe ka hongër 3 muaj ditë burgun, ma në fund është dal edhe nuk është mbrojt nga ligji, se ka qenë dhunume ajo, edhe sot është e ndarë, edhe sot është në liri. Nuk i nënshtrohet një burrit kriminal. As nuk i bindemi ati se bindja është në nështrim. Bindja është në shtrim. Varet që e perceptan, jo. Që të spene vetëm psikologë zëvansi. Në shtrim, a qumti në shtrim që fetarisht, nëse burri ka punu 8 orë, si e fiton shpërblimin gruaja, e që aty në 8 orëve, duke u zbukuru për burrin dhe duke përqafu të dera. A shkë në shtrim? Jo, nuk është në shtrim. Unë me burrin dalë për dorën punë, veç ashtë shkoj me audiencës. Cila femën sot e bëndit sotit këtë gjest? Tash nëse burri plot 8 orë, jo, e bëjnë anvis, sot për shembull ka gruaja dhe burri punojnë bashkë. Nuk është e pret gruaja tek shtëpia. Nëse punojnë bashkë është diçka tjetër. Mendoj që s'do të thotë kjo që patjetër duhet me shpërbyer në atë mënyrë, sepse gruaja ka shpërblime për rritjen e fëmijëve, për edukimin e fëmijëve, për mbajtjen e shpërblimin. Feja po shpjegoj shpërblimin e lodhës 8 orë që ka bu burri, gruaja fiton duke qit pak parfem, duke u zbukur, duke prit burrin te dera. Shpërblimi pastaj për burrin. Shpërblimi gruas pastaj. Femna gra që qohet mëngjes gjohet, e para se me shku në punë, nëse punojnë 2 tash, e marrën një kafe burrit edhe për veti mull. Po kjo është ndoshta një huaj nuk e kish pranua se si tek një burr shqiptar. Po mund të këtu arsye, për shkak se burri pyetën më herët. Marrot kafja, si ai si njëna pal. Pse arsye tashin martu me tuaja? E para ka qenë çështja e gjenocidit, dhunës, luftës në Kosovë, kanë meshkujt jashtë, është dashur me vazhdu jetë atje, ju në martu. Ka familje plot lumtura, nuk mund mi generalizu. Ka familje kur burri shqiptar ka bo dhumbi një grua shqiptare, thot ma mirë po martu me tuaj. Edhe anasjeltas. Po tani pra po kthehen. Po, kthehen. Mos i sa vite më po ju bëhet monotonia atje.